Në ditët e fundit, rrjetet sociale janë ndezur nga diskutimet rreth një situate të pakëndshme që sipas ndjekësve ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brotherit, ku Eliona është gjendur në qendër të një momenti të sikletshëm me dy banore të tjera. Edhe pse programi shpesh sjell dinamika të forta, ky episod është komentuar gjerësisht për shkak të mënyrës së sjelljes ndaj saj, sidomos në një moment kur sipas fansave Benita e ka goditur me jastëk dhe i ka bërë një koment fyes lidhur me higjienën personale. Kjo sjellje ka ngritur mjaft debate për kufijtë e respektit dhe për mënyrën se si trajtohen banorët brenda një formati televiziv kaq të ndjekur. Sipas diskutimeve online, incidenti ka ndodhur në një moment tensioni ku Eliona ishte përfshirë në një debat të lehtë, por reagimi i dy banoreve të tjera është perceptuar nga publiku si i tepruar dhe i panevojshëm. Veprimi i goditjes me jastëk, i shoqëruar me komente nënçmuese, ka bërë që shumë shikues të shprehin shqetësimin e tyre për atë që e konsiderojnë si një lloj dhune psikologjike dhe bullizmi. Për shumë ndjekës nuk është fjala për një lodër apo për një shaka të çastit, por për një moment që ka kaluar kufijtë e pranueshëm të komunikimit njerëzor. Reagimet në rrjete sociale nuk kanë munguar. Shumë përdorues kanë shprehur mbështetje të fortë për Elionën, duke theksuar se ajo është një vajzë e qetë, e sjellshme dhe e respektuar, e cila shpesh ka treguar maturi dhe vetëpërmbajtje në situata konfliktuale. Për ta, mënyra se si ajo është trajtuar në këtë episod ishte e padrejtë dhe tregoi se ndonjëherë lojrat e formatit mund të kalojnë në situata që dëmtojnë mirëqenien emocionale të një individi. Ky incident ka hapur diskutime më të gjera në publik për rolin e produksionit në raste të tilla, për kufijtë që duhet të vendosen mes argëtimit dhe respektit, si dhe për përgjegjësinë që kanë vetë banorët në ndërtimin e një mjedisi më të shëndetshëm brenda shtëpisë. Shumë komentues kërkojnë që rastet e tilla të mos neglizhohen, por të adresohen me seriozitet që në momentin e parë, sepse ndikimi i tyre emocional tek banorët mund të jetë i madh, sidomos kur ata jetojnë të izoluar dhe të ekspozuar ndaj stresit të lojës. Nga ana tjetër, një pjesë e publikut thekson se Big Brother ka qenë gjithmonë një format ku përplasjet, keqkuptimet dhe tensionet janë pjesë e pandashme e lojës, por sërish shumica bien dakord se ka një vit të hollë mes konfliktit spontan dhe nënçmimit personal dhe se ajo vi nuk duhet kaluar kur. Eliona, e cila gjithmonë është treguar e përmbajtur dhe e edukuar, pas këtij momenti është parë prekur dhe e heshtur, gjë që ka shtuar edhe më shumë empatinë që ndjekësit ndjejnë për të. Në fund, ky episod i shumë përfolur ka rikthyer vëmendjen te një problem i madh që shpesh shfaqet në reality show, kufijtë e sjelljes njerëzore kur presioni, loja dhe kamerat janë gjithmonë të ndezura. Publiku vazhdon të mbajë syt mbi këtë histori, ndërsa shumë shpresojnë që Eliona të marrë mbështetjen dhe respektin që meriton dhe që situata të mos përshkallëzohet më tej. Në një format ku çdo veprim komentohet, debatohet dhe analizohet, është e rëndësishme që respekti të mos mungojë asnjëherë, pavarësisht lojës.